Follow me, follow me, follow me. Se unë kam gjithmonë mendoj vetëm për ju. Nuk mendoj më për lojën, se lojën time e kam zhvilluar tani më. Nuk e di. Okej. Hello, nuk e di a kam vëmendjen tuaj në këto momente, por unë e di shumë mirë që juve ju pëlqejnë shumë videot e mia dhe ritualet e mia përpara gjumit, se çfarë bën Celine the Queen përpara gjumit të saj të bukurisë. Besoj se kush më ka ndjekur në rrugtimin tim në Big Brother, e di tani më që shoqëruesi im i çdo darke është Manati. Dhe sot, këtë mbrëmje, përpara gjumit, duke përgatitur çajin tim të preferuar, do ju tregoj edhe disa detaje shumë interesante, se përse unë e kam përdorur çdo mbrëmje dhe çdo mëngjes Manati, dhe përse ju duhet ta përdorni dhe pse jam e bindur që tani më keni filluar ta konsumoni dhe ju. Si fillim mirë, Rogerti gjithmonë do ndërhyj tek videot e mia sepse do të marrin nga vëmendja e Manati dhe jo e imja. Së dyti, nëse nuhasni kapsulat e Manati, ka një aromë fantastike. Atëherë, arsyeja pse kam përdorur Manati këtu brenda kanë qenë e parë njëherë mungesa aktiviteti fizik që unë jam mësuar të jem aktive çdo ditë në profesionin tim dhe jo vetëm. Së dyti njëherë më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë në metabolizëm. Për këto fryrjet momentale që kam patur dita ditës, e kam përdorur si një mënyrë detoksi këtu brenda. Dhe gjithashtu të mos harrojmë që sidomos ky çaj përpara gjumit të ndihmon shumë dhe me gjumin dhe gjithashtu të ndihmon në detoksifikimin, sikur thash, të trupit. Jam shumë e lumtur që Manati ka qenë pjesë e rrugtimit tim këtu brenda. Ju kam thënë shoqeve të mia virtuale apo kujdo që konsumon Manati, që kur të dal nga këtu si një fituese, me Manatin do bëjmë një bashkëpunim për të gjithë. Me Manatin do bëjmë një bashkëpunim për të gjithë ju, për t'ju bërë disa dhurata në emër të Celine the Queen. Deri atëherë, ju lutem siguroni që të merrni këshillat e mia dhe të filloni të konsumoni nëse doni të bini në peshë, nëse doni një trup pa fryrje të tepërta dhe një detoksifikim në mënyrë shumë të thjeshtë. Gjithmonë përgjigjja ime për ju do të jetë Manati. Duke falendëruar shumë Manati që është shoqëruesi im në këtë Big Brother, ju sugjeroj të gjithëve ju. Manati, Celini ju don. Faleminderit shumë. Tani do konsumojnë çajin tim në qetësi tek spoti i Digital. Të e marr me vete se këtu kam frikë se po ma pan këtë çantën plot me çajra, këto miqtë e mi, njëkohësisht armiqtë e mi, do ma marrin. Këtu pak qetësi për mua, një çik çaj Manati dhe flen gjumë si një qingj. Manati.